Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin YouTube Shtëpisa e Fëmijëve. Sot do të dëgjojmë librin e dytë të serisë së librave për fëmijë, Dita flet. Paqja qoftë mbi ju o miqtë mi, po ju njoh me veten time. Unë jam Dita. Po ç'patët që po habiteni? Po pra, unë jam Dita. A nuk keni dëgjuar ndonjëherë për ditën? Mirë. Po ju jap më shumë të dhëna për veten time. Unë filloj me agimin e mëngjesit dhe mbaroj me fundin e natës. Ndërmjet kësaj kohe, pra midis natës dhe ditës, shumë ngjarje ndodhin tek unë. Sa herë që ndodhin ngjarje të mëdha, unë gjithashtu bëhem e madhe. A nuk i keni dëgjuar njerëzit të thonë, ajo ishte një ditë e madhe kur ndodhi filan ngjarje. Madhështia e disa ditëve është merit e ngjarjeve që kanë ndodhur në to. Unë, sot, në të vërtet do t'ju flas për një nga ditët më të mrekullueshme në të cilën Allahu shpalosi mirësitë e tij për mbar njerëzimin. Mos u zgjata shumë, atëherë le të filloj me tregimin ton. O Zoti im, ç'është gjithë ky gëzim? Që janë gjithë këta të ftuar, po që janë gjithë ato gosti të shtëruara? Vallë, ku ndodhemi? Ndodhemi në qytetin e nderuar të Mekës. Ai person është Abdullah bin Abdul Muttalib. Sonte është nata e martesës së tij me Eminen, të bijën e Habit. Ajo njihet si gruaja më e mirë në fisin Quraysh për nga origjina, sjellja, edukata dhe mençuria. Dhe ja tek po shkojnë të dy bashk në shtëpinë e tyre. Ditët kalonin dhe Abdullahu me Eminen po jetonin kohët më të lumtura. Vërtet që gëzimi kishte mbushur çdo cep të shtëpisë së tyre, por këtë gëzim i ashtoi edhe më tepër çiftit kur Emineja i përcolli bashkëshortit të saj Abdullahut lajmin e mirë, duke i thënë: "Abdullah, dua të të them diçka." Abdullahu: "Qoftë për mirë o grua." "A ka ndonjë gjë që të mundon apo të shqetëson?" Emineja i tha: "As pak o Abdullah, përkundrazi, unë jam shumë e lumtur dhe në gjendjen më të mirë. E vërteta është se dua të të them se unë jam shtatëzën." "Mos the shtatëzën? Po ku ka lajm më të gëzuar se ky? Tani më dëgjo me vëmendje. Mos e stërmundo veten dhe kujdesu për shëndetin tënd. Kam dëgjuar se grati lot shumë shtatzania dhe përpasoj ato ndjejnë dhimbje." Emineja tha: "Të jesh i qeto Abdullah, për Zotin e madhëruar, unë nuk mund të ankohem nga asgjë siç bëjnë gratë e tjera, nga se gëzoj shëndet të plot si kur më parë dhe për këtë falenderoj Zotin." Kaluan ditë dhe muaj. E ndërkohë, Abdullahu me të shoqen Eminen fluturoni nga gëzimi duke pritur me padurim ardhjen në jetë të fëmijës së tyre të dashur. Një ditë prej ditësh, Abdullah hyri në shtëpinë e tij duke thirrur: Emine." Emineja tha: "Ç'ka ngjarë o Abdullah?" "Të lutem o Emine, më bëj gati rrobat e mia dhe ca ushqime për të nisur për udhëtim." "Udhëtim? Çfarë udhëtimi? Ti do të udhëtosh?" Abdullahu tha: "Po, unë dhe shokët e mi kemi vendosur të udhëtojmë disa ditë në vendet e Shamit për tregti. Më pas do të kthehem që të gëzojmë së bashku lindjen e fëmijës tonë të dashur me shpresë tek Zoti." Emineja i tha: "Të qoftë rruga e mbar o Abdullah." Udhëtimi në vendet e Shamit zgjati disa ditë derisa e mbaruan tregtinë për të cilën ishin larguar. Gjatë kthimit, Abdullahu somurën nga një sëmundje e cila e mposhti. Prandaj u kërkoi shokëve me të cilët udhëtonte që ta linin në qytetin e Medinës për kurim, derisa të shërohej tek dajallarët e babait të tij nga fisi Nejar. Natyrisht ata e lanë në Medinë dhe karvani vazhdoi rrugën e kthimit derisa arritën në Mekën e nderuar, ku po i priste Abdul Muttalib, babai i Abdullahut. Me të marrë vesh për sëmundjen e të birit dhe se shokët e tij e kishin lënë në Medinë për kurim, ai nisi menjëherë djalin e tij, Harithin, i cili u kthye tek Jati me lajmin e kopshëm të vdekjes së Abdullahut. Lajmi i vdekjes së Abdullahut mbërriti tek Emineja. Ajo u trishtua shumë, por ajo e mbajti veten me durim, duke u ngushëlluar me ardhjen në jetë të fëmijës që prisnin bashkë me të shoqin. Ajo thoshte me vete se këtij fëmije që do të lindte do t'ja plotësonte mungesën e të
gratit me tërë dhe mshurin, ngrohtësinë dhe dashurinë e saj dhe se ajo do të bënte të pamundurën që ai të mos e ndjente veten, qofte edhe për një çast të vetëm jetim. Kaluan 9 muajt e shtatzanisë dhe Eminea nuk ndjente kurfar rëndese, adopsie. Foshnja që ndodhej në barkun e saj ndryshe nga çdo foshnjë tjetër, nuk e kishte shqetësuar asnjëherë të ëmën, as me goditje këmbësh apo duarsh. Kjo për Eminen ishte një shtatzani e mbar. Fundi i shtatzanisë së Emines, apo dita e lindjes së fëmijës, erdhi vetëm pas ngjarjes së disa shenjave përgëzuese për këtë të porsalindur të veçantë. Fundi i shtatzanisë së Emines, apo dita e lindjes së fëmijës, erdhi vetëm pas shfaqjes së disa shenjave përgëzuese për këtë të porsalindur të veçantë. Tani si mendoni, a nuk do ishte më mirë të ftojmë nënën e tij Eminen që të na tregojë se çfarë ndodhi atë ditë? Eminea thotë: Kur isha shtatzën me të, unë pash të dilte prej meje dritë, nga e cila unë ndriçuam pallatet e Busras, qytet në zonën e Shamit. Pastaj linda foshnjën kur erdhi koha e lindjes. Për Zotin e madhëruar, fëmia nuk lindi si çdo fëmijë tjetër. Ai doli nga barku im me 2 duar, mbështetur në tokë dhe me kokën e ngritur lart nga qielli. Zoti është më i madhi. Pyes veten, kush është ky porsalindur i cili nuk e mundoi nënën e vet gjatë shtatzanisë? Kush është ky porsalindur që ardhja e tij shkëlqeu me dritë Mekën, dritë e cila ndriçoi kullat e Busras në Sham? Kush është ky porsalindur që erdhi në këtë botë duke i mbështetur duar në tokë dhe me kokën ngritur lart nga qielli? Në ato çaste, Eminea dërgoi për t'i dhënë lajmin e gëzuar Abdul Muttalib, gjyshit të fëmijës, se ajo kishte lindur djalë. Me të marrë lajmin, Abdul Muttalib u ngrit e shkoi me nxitim tek Eminea. Ai nisi ta bekonte dhe uronte nënën për të porsalindurin. Pastaj mori foshnjën në dorë dhe hyri me të në Mekë dhe hyri me të në Qabe. I u lut Allahut për të, duke e falendëruar krijuesin dhe zgjodhi për të porsalindurin emrin Muhammed. Dita thot: Pra, e mësua tani se kush është ky porsalindur? Ai është Muhamedi, i biri Abdullah ibn Abdul Muttalib. A nuk ju kujton diçka ky emër? Po, ju lumt ashtu është. Ai është i dërguari i Allahut. Paqja dhe mëshira e tij qofshin mbi të. Dita e lindjes së tij është një ditë e madhe. Në këtë ditë, Allahu i madhëruar i dhuroi mirësinë më të madhe mbar njerëzimit me këtë të porsalindur, të cilin më vonë do e zgjidhte të dërguar për shpëtimin e njerëzimit nga padiduria dhe errësira dhe për ta nxjerrë atë në dritën e besimit. Kjo ishte dita e hënë e 12-ta e muajit Rabiul Awwal. Një ditë, një muaj që populli i tij nuk do ta harrojë kurrë. Për përralla, historitë tuaja të preferuara dhe më shumë, bashko me familjen Shtëpiza e Fëmijëve. Na ndiqni duke klikuar subscribe, shtypni zile, bëni like, share. Faleminderit.